Shiko, sot kam qenë në Tiranë për dy gjëra, për të marrë me një libër, për mjekësinë e mirëditës që do bëhet pas 3 javësh dhe ke panajiri i librit. Pra dy gjëra që kanë lidhje me librin. Unë vim me mjete publike, zakonisht me furgonat e rrëshenit. Edhe kam marrë tu, kam marrë punë, tani jam tu ik. Mirë po, sa herë që vi, se e kam bërë për vite tona, ka 30 sa vite që bëj këtë. Sa herë që vi, më kujtohet vujtja, edhe i shoh janë një lloj si para 3 dekadash e njëjta histori është me terminalet, do me venin e furgonave dhe të autobuseve. Shihni këtu tani, tu është ky i fundit, se po mendohet më bëhet terminali i ri. Shi si është. Ja shi e pak ja. Shihni te, shi ja. Ja te, shihe, këto. Shi edhe këtu është jugu edhe veriu. Edhe këtej, pra po bëhet investim kështu, por ka një gjë. Para disa mujsh kanë qenë i pik pak ma përtej. Po kishe një 3-4 banjo aty, po marrim tualetin. Po janë njerëz më qenje fiziologjike dhe kanë nevojë për banjo. Sot s'ka as banjo, s'ka as gjë, as me la durët, as me pi një ujë, një fëmijë, fare, zero. Vetëm i shfrytzu, paguajnë 4000 lekë kur hyn këtu. Gjithë shoferë, pra qindra mira që janë makinat ndryshme, furgona, autobusat, veriut dhe t'jugut. Ndërkohë du të them një gjë. Është statistik me mend gjithë botën nuk e ke kun. Po marrim stacionet e veriut dhe marrë troshen, kur normal kam lëvizë edhe unë dikur edhe duke u marrë me fruta perime se boja punë private me mbijet unë ato. Dhe ka nisë që nga rruga Elbasanit, te Kalidemi më vonë, te Ministria e Jashtme më vonë, pasaj kënë marrë poshtë te Zoguizi te i shkolla partisë, pasaj përballë shkollës partisë aty, pasaj i pisollën këtu, pasaj këtu. Do me thënë, si ato eremitën me qanta në krah dhe shëtit rrotull si mira rrotull Kinës. Kjo është e tushme, po mirë, për të paktën orëtoj, a janë njerëz mo. Sa popullsi, jo gjithë kanë makina, që hypin në makina vinë këtu me prit, janë studentat, sidomos studentat. Dhe, sidomos vajza, se mirë djem me nerë me thanë, dalin mi qoshe ku ka në i ferra të, po vajzat mo, a këpën çfarë tortura është, të jesh në vitin 2025. Po mirë deri sa të bata, nuk mund të banë disa banjo provizore, nuk mund të ketë një lokal ku të pihet një kafe, nuk mund të ketë një shtëpi më të arsyeshëm, a nuk mund të pastrohet vendi këtu, dhe ajo që është më e çuditshme. Du të them të gjën tjetër. Po si s'kan turpër, nuk e pash një herë një media. Po nuk pash një herë, një media e kam përsëri shpesh herë. Fresk kryetarëve të bashkive, fresk deputetëve, fresk kryeministrit, fresk bulevardit të Tiranës, nuk vinë këtu ku është mos e gjysma e Shqipërisë që qarkullon çdo ditë në të vendin këtu. Këtu nga stacioni i autobusëve tani jam duke bërë gati se kam 5 minuta kohë me unis për rrëshen. Ju lutem, ju që më dëgjoni, edhe Bashkia e Tiranës, se qysh se ka hyrë Lalieri atje në burg, nuk vje më kush, se ka herë vita ai këtu. Zë me biçikletë vite, se kështu më tregon shoferat, pra nuk vje kush. E ju të Bashkisë Tiranës tani që jeni. A e shikoni mos a gjysa Shqipërisë është e turpshme. Me lang të vend këtu si Kandahar. Është e turpshme. Këtu. Jam pak i nevrikos, po çfarë mos e jani nevrikos, mos shihni pamjen me bombë o filmumi apo këtë pamjen do thoni nuk ka mundësi një vend normal që pretendon me shku në Evropë, Shqipëria 2030, e të mërshme, hajde prej këtu fillon Evropa. E të mërshme është. Hajde mirë pafshim. Here.